Familja e të ndjerës tragjikisht Teodora Ristova, përmes një letre të hapur për opinionin, tha se presin reagim adekuat nga Këshilli Gjyqësor lidhur me, siç thon ata, vendimin skandalos dhe të turpshëm të gjykatësit nga Tetova, Elvedin Ferati. Ai të hënën shqiptoi dënim me 2 vjet burg për të akuzuarin Mensur Pajaziti, i cili e goditi për vdekje 22 vjeçaren Teodora në një vendkalim përkombësor në Tetov. Dyshojmë se pas këtij vendimi qëndron politika, rryshfeti dhe korrupsioni. Ne do të vazhdojmë të luftojmë fuqishëm për drejtësi për Teodorën. Gjithashtu duam të pyesim publikisht se pse nisma si kush e ka radhën nuk kanë shfaqur asnjë interes për rastin tonë dhe vetëm gjoja po luftojmë kundër sistemit të kalbur e të korruptuar. Edhe një herë falenderojmë publikisht kryeministrin Mickoski për mbështetjen e qartë dhe të sinqertë. Pas publikimit të aktgjykimit, kryeministri Mickoski tha se është thellësisht i zhgënjur nga ulja e dënimit dhe i bëri thirrje Këshillit Gjyqësor që të shqyrtojë punën e gjykatësit Ferati. Menjëherë në Këshill është formuar grupi punues, i cili tashmë ka inspektuar procedurën, konfirmoi kryetari i këtij organi Aleksandar Kambovski. Върши на работата на работната група, доставена информация до председателят, меѓутоа се уште нема можност да ја прочитам таа информација, и веднаш ќе биде објавена за цела јавност. И предметот ќе биде вратен назад во судот. Pas kësaj deklarate të Kambovskit, Këshilli Gjyqësor doli me njoftim ku thuhet: Sipas nenit 428 nga ligji për procedurë penale, nëse është dorëzuar ankesë vetëm në dobi të akuzuarit, akt vendimi nuk guxon të ndryshohet në dëmin e tij në aspekt të vlerësimit juridik të veprës dhe sanksionit penal. Me reagim dolën edhe gjykatësit e degës së gjykatësve të gjykatës themelore në Tetov në mbrojtje të gjykatësit. Në një situatë kur me kërkesë të akuzuarit, Gjykata Supreme ka anuluar aktgjykimet dhe ka kthyer lëndën në gjykatën e shkallës së parë për rigjykim, këtë këtij ndalimi, aktgjykimi i ri nuk mund të ndryshohet në dëm të akuzuarit, edhe në aspektin e cilësimit juridik të veprës penale. Gjykatësit e gjykatës themelore në Tetov kanë vepruar vetëm në përputhje me normat e parapara ligjore. Të interesuara në shoqëri që të përmbahen nga komentet e paarsyeshme dhe të mos e përdorin këtë aktgjykim për sulme të pabaza ndaj gjykatësve. Të hënën, gjykatësi Ferati e dënoi me 2 vjet burg vozitësin Mensur Pajaziti, i cili në gusht të vitit 2022 e goditi për vdekje me veturën e tij Teodorën, e cila ka kaluar rrugën në vendkalim përkombësor.